vazhdimisht kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio dhe në këtë momente jam me të ftuarit e ditës së sotme. Jemi duke buzëqeshur në fakt sepse para se të hynim në transmetim ishim duke diskutuar mënyrën se si do t'ju prezantoja për mbiemrin, por çfarë rëndësi ka kjo? Në studio me mua sot është Angela dhe Fatjomi, një çift shumë simpatik. Përshëndetje. Përshëndetje, Angela, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Shumë faleminderit për ftesën, edhe ndihemi të nderuar që kemi ardhur përsëri këtu. Më vjen mirë edhe unë jam shumë e lumtur që sot do të dëgjoj unë, por edhe dëgjuesit më tepër nga historia juaj e dashurisë, duke qenë se jemi në javën e martesës, për të përcjellë mesazhe pse jo, shumë të rëndësishme për gjithë të rinj që janë duke na ndjekur, sepse ju jeni shumë të rinj, por që keni hedhur një hap të rëndësishëm, një ndër vendimet më të rëndësishme në jetë, sikurse është martesa, krijimi I familjes dhe tashmë keni një djalë të mrekullueshëm. Prandaj, pa humbur kohë, më tregoni si jeni njohur me njëri tjetrin, cilat kanë qenë fillimet tuaja, sa vite keni bashk. Të gjitha këto pyetje që për gjithë ata që nuk ju njohin, do t'i bënin. Okej. Në fakt do filloj unë sepse unë e kam filluar këtë fillimin e njohjes tonë sepse isha në Facebook, po kontrolloja, më doli që bëj shoqe Angela Rakolari. Dhe e pash domethënë që kishim shumë miq të përbashkët të krishterë normale. Edhe I dërgova ftesë. Dhe aty pastaj lindi një bisedë mes shoqe. Thjesht kaq, domethënë edhe kjo qëndrovi afërsisht 5-6 muaj vetëm thjesht duke folur në për rrjetet sociale. Kjo ishte domethënë fillimi ynë dhe normale që duke folur me njëri tjetrin si shok, aty lindi dhe diçka domethënë, sepse mua më pëlqente shumë karakteri I Angelës, më pëlqente mënyra se si ajo fliste, se si ajo mendonte, se si ajo më kthente përgjigje dhe u dashurova vetëm thjesht me karakterin e saj në fillim fare. Edhe me pamjen pastaj nuk e se çfarë thua. Normale. Shumë simpatike Angela. Faleminderit. Po, edhe unë, faleminderit. Po, dhe për sa I përket pyetjes tjetër që sa vjet kemi së bashku, ne pothuajse, por kemi bërë tashmë 10 vjet në total. Domethënë 6 vite kemi qenë të dashuruar. Jo, 5 vjet të dashuruar, po. 2 vjet të fejuar, edhe tani 3 vjet të martuar. Keni kaluar thuajse të gjitha ato fazat. Një dekadë. Një dekadë. Po. Shumërime vërtet janë dashuri të bukura të cilat përcjellin emocion, përcjellin përjetim, por patjetër edhe sfida dhe momente të vështira për cilat ne do të flasim. Mirë, kështu ka qenë për Fatjonin, por të gjitha historitë shihen në këndvështrime të ndryshme, sidomos ato momentet e fillimit nga të dyja palët. Si ka qenë për ty, Angela? Shiko, normalisht edhe për mua ka qenë një eksperiencë e re, sepse mund të them që Fatjoni ka qenë dashuria ime e parë në të gjitha aspektet. Dhe ishte edhe pak kjo frika e të dhënit një mundësi dikujt, sidomos kur ti njihesh dhe nga rrjetet sociale është pak më e vështirë për të ndërmarrë një hap më shumë. Kështu që isha pak e stepur. E stepur deri në momentin që I jemi takuar ball për ball dhe kemi njohur pak më tepër njëri tjetrin.
Dhe normale siç thatë Facioni, atë gjë për mua është ai pëlqevi disa pjesë të karakterit. Tani nuk mund të themi se e njohitëm shumë mirë njëri tjetrin nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse është shumë ndryshe të flasësh dhe shumë ndryshe të takohesh fizikisht, por kishte disa gjëra që pëlqenim tek njëri tjetri dhe Ti për shembull çfarë të bëri më shumë për shtypjet e Fationit? Që ishte shumë i lirshëm në bisedë. Ishte shumë i mirëkuptueshëm. Shumë i ëmbël. Kuptohesh edhe. Pra ka disa gjëra që arrin kuptohen edhe nga shkrimi, domethënë. Por që normale ka qenë, mund të them, një nga bekimet e mia më të mëdha, sepse dhe një nga gjërat që mua më ka pëlqyer më shumë, ose një nga gjërat e përbashkëta që unë kam parë në atë kohë, ka qenë dëshira dhe pasioni për t'i shërbyer Perëndis. Dhe kjo na ka, sepse të dy kishim një plan, një ëndër, që të punonim full time për Perëndin. Edhe kjo ishte domethënë diçka që na lidhi akoma edhe më shumë. Po, është vërtet. Më vjen mirë. Po, Angela. Po. Unë e përmenda pak më parë, duke qenë se Fationi edhe ti prezantove ato fazat, etapat në cilat ju keni kaluar për të marrë atë vendim të rëndësishëm, martesa. Si erdhi ky vendim në marrëdhënien tuaj? Normale, siç e thashte në fillim, ne kaluam gati 5 vite të dashuruar dhe tash ne kishim njohur shumë mirë i njëri tjetrin. Njihnim ato gjërat pozitive dhe negative që gjithë secili kishte. Dhe patjetër që një nga gjërat më kryesore ka qenë edhe lutja. Konfirmimi nga Zoti që vërtet duhet ta ndërmarrim këtë hap, edhe pse lutja ka qenë që në fillim të njohjes tonë, por përsëri ne donim që të ishim plotësisht të sigurt nëse është vërtet vullneti i Zotit. Edhe unë mund të them që gjatë këtyre 5 viteve unë vërtet kam parë atë dorën e Zotit se si ka punuar në jetën tonë. Sepse siç e thatë Fationi pak më parë, që ne shprehnim gjithmonë këtë dëshirën, sikur të shërbenim për Zotin. Dhe e thonim në atë mënyrë sikur ishte një ëndër, por shumë e largët për ne. Dhe thjesht e shprehnim kështu dhe mendonim që është e pamundur, domethënë në mendjen tonë kishim plane të tjera. Por ne pam që Zoti e dëgjoi atë dëshirë që ne kishim, dëgjoi kërkesën tonë dhe ai na vendosi në një rrugë që do të thotë na dha mundësinë që të shërbenim full time në kish. Edhe kjo na ka bashkuar akoma dhe më shumë, dhe kjo për shembull mua personalisht si Angela më ka bërë të kuptoj që përderisa Zoti na ka vendosur në të njëjtën rrugë dhe na ka dhënë të njëjtën thirrje, atëherë kjo do të thotë që ai është dakord për këtë marrëdhënie. Prandaj le të hedhim një hap më shumë. Dhe aty ka filluar ajo dëshira për të marrë këtë hapin tjetër që është shumë i rëndësishëm, martesa. Për ty, Fatima. Në fakt që në fillim të lidhjes time me Angelën, ka qenë lutja. Para se të lidheshim me Angelin, që të ishim zyrtarisht të dashur, mund të them, ne jemi lutur së bashku me njëri tjetrin dhe kemi ndjerë vërtet paqen e Perëndisë në zemrat tonë për këtë marrëdhënie. Edhe unë personalisht isha shumë i bindur që kjo ishte një nga planet e Perëndisë që unë dhe Angela të ishim së bashku edhe të ndërmerrnim këtë mendim për këtë hap për martesë. Po. Plus edhe përveç kësaj, domethënë që ne kishim marrë miratimin e Perëndisë në lutjet tona, por ishte edhe kjo pjesa tjetër që dale se ne kemi 5 vite së bashku tash të dashuruar. Duhet që të ndërmarrim një hap pak më shumë se sa të qëndrojmë vetëm thjesht në një lidhje. Sepse është gjë ka fazat e veta. Ka fazat e veta. Patjetër, është e nevojshme, ka kohën e vet. Ka kohën e vet. Por mund të po do të thoja edhe diçka tjetër, që gjatë kësaj kohe kur ne kemi qenë të dashuruar,
kishim edhe këtë sfidën tjetër, sepse secili prej nesh ishte në kisha të ndryshme. Pra Fationi ishte në kishën e tij dhe unë isha në kishën time. Edhe si ta thuash, kemi patur një luftë në kuptimin e mirë të fjalës mes nesh, që shiko, duhet të vendosim tashmë se në cilën kishë ne do të shkojmë. Sepse nuk është, mua personalisht asnjë nuk më pëlqente që të ishim të ndarë. Secili në kishën e tij, sepse mendonim, okay, do të bëjmë fëmijë dhe edhe fëmijët do të jenë pak të konfuzuar, të dyzuar. Po. Edhe kështu që gjatë kësaj kohe u përpoqëm që të merrnim një kohë lutje se ku Zoti do të na drejtonte, pra në cilën kishë. Fationi shpeshherë thashë, shiko se ti do të vish në kishën time. Unë i thaja, shiko se ti do të vish në kishën time, por tham, okay, për të mos luftuar më me njëri tjetrin, le të marrim një kohë në paqe, një kohë lutje, edhe le të shikojmë se çfarë Zoti na thot. Edhe pse në fakt unë personalisht e dija se ku ishte thirrja jonë. Sepse e njoh shumë mirë zërin e Zotit kur ai flet. Edhe e di shumë mirë që kur ai flet, asgjë nuk mund ta ndryshoj. Dhe kam thënë, okay, unë e di se cila do të jetë përgjigjja e Zotit, por okay, le ta marrim këtë kohë lutjeja. Kemi kaluar një kohë së bashku në lutje dhe Zoti na ka drejtuar për tek kisha adventiste. Dhe jo më kot, po, dhe atje ku jemi tani, po, dhe jo më kot sepse që në fillim në fakt mund të them që para se të njihesha me Fationin, gjithmonë lutja ime ka qenë që shiko Zot, më vendos në një kishë ku unë vërtet të përdorem fuqishëm për lavdimin tënde. Dhe një kishë që vërtet ka nevojë për mua, dhe të mos përdorem thjesht vetëm për talentin që unë kam të këndoj, pra, por të përdorem edhe në gjëra të tjera. Dhe ishte pikërisht kjo ajo çfarë ndodhi dhe jam shumë e lumtur për këtë. Më vjen mirë vërtet. Si u prit marrëdhënia juaj apo vendimi për martesë nga të afërmit, nga familjarët tuaj? Ose nga njerëzit përreth jush? E kuptoj, po. Është pritur mirë. Vetë fakti që ne duheshim, nuk kishte rëndësi tjetër për ata, mjaftonte që ne ishim të lumtur dhe ishim të plotësuar me njëri tjetrin. Më vjen shumë mirë. Paka shumë para se të ndërmerrim këtë vendimin e martesës, këtë hapin e martesës. Prindrit e mi e njihnin Angelën. Po, sepse kishin vite tashmë. Po, e kisha prezantuar edhe ishte një marrëdhënie konsoliduar, mund të themi. Po, Angela më kishte prezantuar me prindrit e saj, që kështu domethënë të dyja familjet e njihnin, domethënë e njihnin njëri tjetrin. Dhe që kështu domethënë nuk është se pati ndonjë problem. S'është e thënë. Është shumë bukur kur të rinjt janë së bashku edhe gjejnë gëzimin edhe dashurinë, lumturinë tek njëri tjetri. Kur është vërtet plani i Perëndis, as edhe një gjë nuk mund të shkojë keq, është kështu. A ka pasur ndonjë ndryshim, ndoshta midis pritshmërive dhe ideve tuaja për martesën dhe më pas realitetit të saj? Shumë. Për mirë dhe për keq. Patjetër. Sepse janë të dyja aspekte. Patjetër, ka patur një ndryshim shumë të madh nga ajo çfarë unë kam pritur. Sepse mendoja... Në fakt të dy, sepse jemi në të njëjtën varkë, që kështu do po e le vetëm Angelën që të flasë këtu. Normale, kur para martesës ti nuk e ke idenë se çfarë ndodh në martesë. Është shumë ndryshe kur ti je i dashuruar, është shumë ndryshe kur je e fejuar, por është shumë akoma ndryshe kur ti je në një martesë, sepse ti je gjatë gjithë kohës me atë person dhe ti nje akoma dhe më shumë të mirat, si ta thuash, gjërat pozitive dhe negative të ti. Unë mendoja para martesës, po, patjetër, për të dyja palët. Unë mendoja që në një martesë mjaftonte dashuria. Siç mendojnë të gjithë, siç mendojnë të gjithë, të rinj, të fortë të gjithë. Po. Mendoja që okay, me dashurinë mund të kalojmë çdo lloj sfide, çdo problem. Por në fakt realiteti më pas tregoi që nuk ishte ashtu. Sepse normale dashuria është një nga gjërat kyça të një marrëdhënie, të një martese, sepse pos pati dashuri është e kohë që ta nisësh atë rrugtim. Por që kuptova se për një martesë është e rëndësishme gjithashtu dhe komunikimi.
komunikimi hapur po flas, ku ti shpreh të gjitha ndjenjat, të gjitha emocionet e tua tek bashkëshortja apo anasjelltas, është durimi, që është shumë e rëndësishme. Është mbështetja që duhet i japim njëri tjetrit, por edhe përgjegjësi gjithashtu, sepse në një martesë fillon që ti ke akoma dhe më shumë përgjegjësi. Dhe Do shta aty fillojnë përgjegjësitë e vërteta. po, aty, pikërisht aty. Edhe si ta thuash, të gjitha këto janë Më fal. Po. Është më shumë domethënë kjo pjesa e grave domethënë e bashkëshorteve, sepse këtu është më shumë ajo përgjegjësia për shkak se jemi në Shqipëri. Edhe po të kthehesh kohën mbrapa, i bie domethënë që më shumë përgjegjësi ti mbante gruaja. Për shtëpinë, Për shtëpinë, patjetër. edhe kur Kurse burri kishte përgjegjësi të tjera. Për të siguruar për shembull të ardhurat kryesore ose ato pjesën më të rëndësishme të ardhurave në familje. Po, por ne nuk është se dëshironim që të ecnim me këtë kohën e vjetër siç Shumë mirë. prindrit tanë kanë ecur. Edhe tani normale që ne ishim mësuar, kemi parë, kemi pasur pasyra. Nuk e zhbën dot nuk atë e sepse zhbën dot, është po. pjesë e jetuar nga Po. secili prej është nesh. shumë e Edhe- vështirë. Edhe prandaj domethënë ne dëshirojmë që të jemi pasyra e fëmijëve tanë në një mënyrë ndryshe se Nga si ajo çka ishon po, familja jonë. familja jonë, po. Është e vërtetë. Edhe prandaj ne marrim pak a shumë përgjegjësi për Thuaj se të çdo barabarta gjë. do të Po, thuash Fatin. po, po Edhe thuajse, kjo po. është shumë e rëndësishme, sidomos për Po. të rinjt në ditët e sotme, Po. për gjithë ata që krijojnë familje dhe besoj që shumë të rinj e mendojnë kështu, edhe më vjen mirë që përpiqen për të ndryshuar atë lloj mentaliteti që dashur pa dashur ne e kemi jetuar, kemi prekur nga prindrit apo nga gjyshërit edhe familjarët tanë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për zbuluar edhe më tepër detaje nga dashuria juaj, nga sfidat, arritjet, por edhe gjërat bukura të cilat ju patjetër i keni përjetuar për gjatë këtyre viteve, jo vetëm në njohje, por mbi të gjitha edhe në martesë. Por në këto momente shkëputemi për të ndjekur shkurtimisht këngën I këndoj dashurisë tënde nga Petrina Kalaveshi. Lart për mi male dhe mi det Rjet lumi yt blå dashuri Dhe zemrën time do t'i hap Të më t'shliroj shëruesi Për të vërtetën unë gëzoj Dhe duar t'unë shdo dit ngre Se unë për her këndoj Për dashurin që zbriti I këndoj dashuri së tënde 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 Lart për mi male dhe mi det Rjet lumi yt blå dashuri Dhe zemrën time do t'i hap Të më t'shliroj shëruesi Për të vërtetën unë gëzoj Dhe duar t'unë shdo dit ngre Se unë për her këndoj Për dashurin që zbriti I këndoj dashuri së tënde 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 Dua të hedh valle është marrëzi e di Kur bota tritën të ketë par Do të kërcej me gzim Si të shkërcejmë tani I këndoj dashuri së tënde I këndoj dashuri së tënde
dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. I këndoj dashurisë tënde është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus. Vazhdojmë të jemi së bashku miq, drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në ditën e sotme për të zhvilluar një bisedë shumë të veçantë me Anxhelën dhe Fationin. Jemi duke folur për historinë tuaj të dashurisë, për vendimin që morët drejt martesës, dhe në fakt martesa është si një udhëtim I cili ka rrugë të sheshta, por edhe gunga. Prandaj si jeni kujdesur ju për të shërshuar të gjitha këto pengesa në këtë marrëdhënie tuaj, në martesën tuaj? Në çdo etapë të jetës tonë do të ketë gjithmonë stoi, do të ketë probleme. Ndaç kur je beqar, I dashuruar, I fejuar, por edhe martuar. Por kur je martuar ke akoma më shumë sfida, ke akoma më shumë probleme për t'i zgjidhur. Por unë personalisht bashkë me Anxhin ja lejm të gjitha këto sfidat, ose ashtu siç ti e the gunga në thonjza. Ne I shishojmë me Perëndin, vetëm thjesht marrim kohë lutje edhe ja lejm të gjitha Perëndis, sepse nuk mund që ne si njerëz të mbajmë të gjithë peshën mbi supet tona të punës, të familjes, por edhe të problemeve që ne na vinë në jetën tona. Dhe me Perëndinën ne ja kalojmë çdo gjë. Është e vërtet, po, është e vërtet. Unë jam shumë e lumtur që në martesën tonë kemi Zotin, si të thuash, si qendër të dashurisë tonë. Unë asnjëherë nuk arrit ta imagjinoj do të jetën pa Perëndin. Nuk e di se si jeta jon do të ishte, sepse vërtet për sa I përket kësaj pyetjes, kur të vinë ato sfida, ndonjëherë ti e humbet kontrollin. Po. E jetës, kontrollin e gjithë shkaje, por kur ti ke Zotin, thua prit, se unë kam diko ku mund të mbështetem, kam diko ku mund të gjej forcën edhe zgjidhjen gjithashtu. Edhe si që ta dhe Fationi, Zoti ka qenë ai që na ka dhënë, si ta thuash, urtësinë, diturinë për të zgjidhur çfarë do lloj problemi, sfide që ka ardhur në jetën tonë, dhe për këtë jemi falënderues Zotit. Sa vlerë ka për ju këshilla dielli të mos perëndoj mbi natin tuaj? Ka shumë. Edhe se disi jeni në tipa, paktën jeni shumë të qetë, dhe ju jeni duke folur dhe po mendoj kush nga këta është pak më kokfort nëse mund ta themi kështu. Se ne femrat njihemi për pak Po nuk e di. Anxhela më duket shumë e qetë, shumë e ëmbël ashtu siç jeti. Po, mund të pyesësh fat. Po, unë e pranoj që jam tip që mbaj pak më tepër inat në lidhje me ato çfarë ndodh mes neve të dy. Por që jam shumë e lumtur sepse Fationi është një nga ata partnerët që, dhe këtë e them me shumë sinqeritet dhe me shumë bindje, që gjithmonë kur ne kemi një debat apo diskutim, apo kur ndodh diçka mes nesh, thot Anxhe, shiko, nuk dua që ne të mbyllim sytë të flem të mërzitur, nuk më pëlqen kjo gjë. Le të flasim, të paktën të flasim, jo për, si ta thuash, për t'i dhënë një zgjidhje të plot problemit, por thjesht të flasim. Ndoshta nuk mund t'i japim. Nuk mund t'i japim për momentin, sepse ndonjëherë edhe problemi ka nevojë për pak kohë që të zgjidhet, e kupton? Por që le të flasim në mënyrë që të jemi të paktën pak në paqe me njëri tjetrin. Edhe kjo është një nga cilësitë e tij që mua më pëlqen akoma dhe më shumë, dhe falenderoj për këtë, sepse gjithmonë në shumicën e rasteve Fationi është ai që e ndërmerr këtë hapin, shiko, duhet të flasim në mënyrë që mos lejojmë të flem të zemëruar. Dhe është pikërisht ai vargu që gjendet edhe në Bibël, që thotë mos lejoni që dielli të perëndojë mbi zemërimin tuaj. Dhe gjithmonë ecim. Unë përpiqem nga ana ime e pranoj, përpiqem të eci me këtë parim, ndërsa Fationi e ka parim të tij. Në fakt
para se të njihja Angelën, unë jam lutur Perëndisë për bashkëshorten time, domethënë në Po, të ardhmen patjetër. time. Sepse nuk është se është gjë e keqe që të lutesh Jo. për bashkëshorten tënde edhe për cilësitë e saj edhe të tjera. Dhe kur kam lexuar Biblën, kam lexuar këtë vargun. Dhe në zemrën time është vendosur kjo gjë, domethënë që me këdo, jo vetëm thjesht me Jo në Angelën, marrëdhënie po, vetëm në çift, në është shumë e çift. rëndësishme. por vërtet. kudo, domethënë, unë nuk dua që të perëndoj dielli dhe unë të kem përsëri atë inat ose ai personi që unë mund të kem për debate ose mund të kem pasur ndonjë problem, të mbaj inat me mua para se të perëndoj dielli. Unë e marr në hapin që të flas me atë personin ose me Angelën, meqense ishte pyetja me ne për ne të dy. Unë e marr hapin I pari që I them, okay, hajde, ulemi, flasim dhe I qetësojmë të gjitha gjërat, të gjitha ato, domethënë të qetësojmë edhe ndjenjat tona, domethënë Të mos qetësojmë atë zemërimin, Zemërimin mlefin që ton, ne po. kemi. po. Sepse dashur pa dashur ne si njerëz herës edhe grumbullojmë. Patjetër. Të gjitha këto gjëra që unë përmenda dhe dëmtojmë veten, patjetër vërtet. dëmtojmë dhe marrëdhënien që Po. kemi me të tjerët. Po, unë në fakt kam pasur edhe një tip kështu që I vogël, nuk kam mbajtur inat. Inat. Inati Çfarë facionin zgjat vetëm 5 minuta. po, inati im zgjat 5 minuta, maksimumi 10 minuta. Duke Pastaj- e nxitur veten Po, për ta shtuar pak pastaj minutazhe. sa kaloj në këto minutazhet, vetëm thjesht në këto 10 minuta ose 5 minuta që jam me inat, vetëm thjesht reflektoj. Reflektoj me veten time dhe lutem që edhe pastaj Zoti më jep atë paqen. Edhe urtësinë. Edhe për të- urtësinë për për të të- për të përballuar çfarë do lloj inati që unë mund të kem me persona. Por e kam pasur Po. këtë veti, domethënë që I vogël me motrat e mia. Nga do njerëz ishim shumë, ato më mbanin shumë inat, por Veti jo. unë jo, vija I përqafoja. Edhe kjo Kështu është një ndodh edhe me cilësi Angelën. Shumë pozitive. Po, është e vërtetë, është e Është. vërtetë. Edhe me që se jemi duke folur për këto cilësi, ndoshta një pyetje që unë nuk e kam në skaletë dhe ju nuk e dini, por që më vjen natyrshëm t'ju pyes në këto momente, cilat fation janë pikat e forta apo diçka që ti pëlqen tek Angela dhe diçka që nuk pëlqen, edhe njëjta gjë edhe për ty Angela. Okej, vazhdo t'ja. Po rezervohet patroni ju duket. Atëherë një gjë që më pëlqen tek Fationi është pikërisht edhe kjo që u tha tani. Por më pëlqen sepse është shumë social, përshtatet shumë mirë me të gjithë njerëzit dhe nuk bën diferencë mes njerëzve. Pra nuk e di, është një tip që krijon shumë shpejt shoqëri. Gjë që unë e kam pak të vështirë këtë gjë, jemi pak tipa të ndryshëm në këtë pjesë. Diçka që nuk më pëlqen. Ose për shembull do doje të ishte pak më ndryshëm. Ndoshta të merrte pak më shumë përgjegjësi në shtëpi, mund të them. Pasion. Sidomos tani që kemi dhe Dhe djalin. djalin. Po, pak më shumë, sepse normalisht ai merr përgjegjësi shumë, por që në këtë periudhë gratë, sidomos dhe kur ke fëmijën e parë, ti ke akoma më shumë nevojë për Ka ato dikë që të frikrat edhe po, patjetër. pasigurit. Patjetër, por që normale Fationi është pothuajse gjatë gjithë kohës prezent, I pranishëm kudo me mua, me djalin, por që është edhe ajo pjesa tjetër e punëve të shtëpisë, njëra E tjetra. këto është pak ankesa që kemi lodhje. ne. Ja, fiks, ankesat e neve grave. Kjo. Mbase mund të ketë diçka tjetër, po tani kjo më erdhi në mendje. Një gjë që mua më pëlqen nga Angela është se si ajo mendon. Se si ajo mendon. E kam fjalën domethënë që I jep nga to njëra në zgjidhje problemeve në një mënyrë shumë ndryshe nga mua.
Edhe kjo gjë më pëlqen nga Angela, sepse çdo gjë që Angela bën, ajo ka të drejtë. Më vjen Më në fund e pranoj. edhe live. Po e them live këtu. Çdo gjë që Angela bën, ose thot, ajo ka gjithmonë të drejtë. Jo gjithmonë, por në shumicën e rasteve tash. Deklarata e parë që ndron patjetër. Por më pëlqen shumë karakteri i saj edhe se si ajo i zgjidh gjërat. E kuptoj se çfarë do të në përgjithësi, jo vetëm thjesht në lidhjen tonë, por kudo, në punë, në familjen e saj, domethënë në prindrit e saj, në familjen time, në prindrit e mi, domethënë edhe në familjen tonë të vogël që kemi tani me prej 3 vetash. Më pëlqen mënyra se si ajo sillet, mënyra se si ajo mendon edhe se si i jep drejtim situatave, po. Po diçka që mendon që mund të ndryshoj, ta përmirësoj. Sepse nuk po them diçka që nuk të pëlqen. Diçka që mund ta përmirësoj. Është që mos mbaj shumë inat. Ajo që tham. Po, për shkak se mua më bie inati për 5-10 minuta, edhe shkoj tek Angela, e përqafoj, por e ndi domethënë që ajo është akoma me inat. Po mendoj që secili që ka është nevojë normale, për po. atë kohën e vetë, sepse ne reagojmë ndryshe, veprojmë ndryshe. Po, është pikërisht kjo. Edhe të ndryshoj pak këtë pjesën, Mund ta përmirësosh pak Angela. të mos jetë gjysmë dite, por të jetë çerek dite. Dhe në fakt, për të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë moment, edhe sidomos për të rinj që ndoshta janë në këto faza në jetën e tyre, çfarë këshillash do të përcjellnit për ta, edhe sidomos në momentin kur familja rritet, në mënyrë që lidhja në çift të vazhdojë të jetë gjithmonë edhe më e fortë, më e qëndrueshme, më e lumtur, më e gëzuar. Po, normale që kur familja rritet dhe sidomos kur vjen edhe një fëmijë në familje, automatikisht vëmendja ndonjëherë, po gjithmonë kalon tek fëmia. Tek fëmia, po. Tek fëmia, tek lodhja e përditshmërisë, por një këshill që unë mund t'i jap çifteve është që para se ata të mendojnë që tashmë janë prind, të mos harrojnë që janë edhe një çift. Sepse është shumë e rëndësishme që për të mbajtur një marrëdhënie të gjallë, ti duhet të kalosh të paktën pak kohë me bashkëshortin tënd, ose anasjellës, po. Që të kesh një familje më të shëndetshme. Më të shëndetshme, po, është shumë e rëndësishme të flasësh për ato çfarë ti ke kaluar gjatë ditës, një problem, diçka që ty të ka bërë të ndihesh mirë, pra janë gjëra që e forcojnë lidhjen tënde dhe nuk lejojnë që ti të shkëputesh totalisht, sepse nëse ti fokusohesh vetëm tek fëmia, vetëm tek puna e përditshme, atëherë normale që ajo dashuria sikur fillon zbehet pak. Por që është pikërisht kjo, koha me njëri tjetrin, fjalët e mira që ti mund t'i thuash partnerit, faleminderit për atë çfarë ti bëre sot, ose mbështetjen që ne duhet t'i japim në çdo gjë, siç e thash, qoftë edhe në ndihmë me fëmijën apo kudo tjetër. Pra këto janë ato gjërat më kyçe mendoj. Koha me njëri tjetrin, fjalët pozitive që duhet i themi njëri tjetrit, si për shembull, po marr një shembull shumë të thjesht, ta them se për herë të parë Fationi bën diçka në shtëpi dhe unë si grua duhet ta ndjej të nevojshme ta falenderoj atë në mënyrë që ai të ndihet i vlerësuar, si ta thuash, sepse edhe vlerësimi në çift ka shumë impakt në marrëdhënie. Pra, janë disa gjëra që ndoshta ne na duken si të vogla, më tani pse do t'ja them unë këtë gjë, apo pse ta bëj unë këtë gjë? Ai e di, ai e di ose ajo e di. Por që këto janë disa gjëra të vogla të cilat krijojnë një zinxhir që e bëjnë marrëdhënien tënde të jetë, si ta thuash, e fortë
dhe të jeni më të Edhe lidhur me qëndrueshëm. njëri tjetrin, po. Po, atë që tha dhe Angela, jam shumë dakord, sepse ajo ka Jep të gjithmonë të drejtë. Duhet që të gjejmë kohën e mjaftueshme, domethënë që të kalojmë me fëmijët tanë, por edhe si çift. Për shkak se nga të njëra në jetën e përditshme ne lodhemi. Lodhemi, Shpeshherë, në mërzitemi, fakt. po, lodhemi, mërzitemi, ndoshta nga donjëherë nga ajo monotonia që Mbi ngarkohemi ose në mbi të gjitha ngarkohemi aspektet. mbi të gjitha. Ose kemi pasur një ditë të keqe me njerëz, sepse unë me Angelën punojmë në kish full time, po kemi hapur një kish dhe nga donjëherë takojmë shumë njerëz që na demoralizojnë. Dhe pse i them këtë gjë? Kur ti ndihesh në këto momente, domethënë i rrëzuar, down, mund të them, të dihesh domethënë ku të shkosh, edhe ku ta mbështetësh kokën. Për shkak se në një çift nuk është vetëm thjesht dashuria edhe komunikimi, por është edhe mbështetja që i japim njëri tjetrit. Edhe kjo është këshilla ime, që duhet që të kalojmë sa më shumë kohë që të kemi dhe një familje të shëndetshme, por edhe të dimë domethënë që në ato momente tona të vështira të jetës tonë, të dimë se ku ta mbështetim kokën, o tek bashkëshortja ose tek bashkëshorti. Edhe Kjo mbi është, gjitha po. të përcjellim një shembull pozitiv tek fëmijët Po, që jemi duke arritur, sepse ata shohin jemi pasqyrë. Ashtu siç thashëm pak më përpara, e jemi tyre. pasqyra, ashtu siç kanë qenë prindrit tanë pasqyra jonë, ne duam që të ndryshojmë këtë realitetin që kemi pasur me prindrit tanë, ne duam që t'i japim një pasqyrë të re fëmijëve tanë. Fëmijëve. Po. Po, dhe mendoj gjithashtu që është shumë e rëndësishme edhe lutja. Është një nga gjërat më kryesore, është bashkëpunim. Pra çdo gjë duhet jetë bashkëpunim mes një çifti, sepse nëse i marrim të gjitha këto dhe i kultivojmë të gjitha këto që ne sapo përmendëm, atëherë normale që marrëdhënia nuk dobësohet, por forcohet akoma dhe më shumë. Ne do të kemi një tjetër shkëputje muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të ndalur tek diçka e fundit, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni këngën Beko shpirti im ti perëndin, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Ti perëndin dhe jo ti mos harove pratë e ti. Ai është i vetmi perëndi që për ne dha birin e ti. Ai na i fal të gjitha pa udhësi, rrugët e ti të çojnë vetëm në dritë. Ai është i vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton. I mbushur plot me gëzim, sot i beko shpirti im dhe lëvdoje atë ti për gjithmonë. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Beko shpirti im ti perëndin dhe jo ti mos harove pratë e ti. Ai është i vetmi perëndi që për ne dha birin e ti. Ai na i fal të gjitha pa udhësi, rrugët e ti të çojnë vetëm në dritë. Ai është i vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton. I mbushur plot me gëzim, Zoti mbeko shpirti im dhe lëvdoje atë
Zoti ynë është një Zot besnik. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Angelën dhe Fationin dhe një tjetër pyetje që më vjen në këto momente, ju e përmendët, është shumë e rëndësishme të kujdesemi për njëri tjetrin, për mënyrën se si ndihemi, për shqetësimet që mund të ketë personi, partneri apo partnerja, por nga ana tjetër sa e rëndësishme është të kujdesesh për veten në martesë. Për të mos e lënë pas dore, ndoshta në momente të caktuara më shumë se sa duhet. Fakt, është shumë e rëndësishme që të kujdesesh për veten tënde gjatë martesës, sepse sidomos nga gjendja shpirtërore, shkak se ti e kërkon Zotin si çift, lutesh si çift, por mos harrojmë këtë gjë që unë luta me Angelën tani dhe kaq, nuk lutem më, shkak se e bëra lutjen time. Por jo, koha personale me Zotin është shumë e rëndësishme që ti ish vetëm ti edhe Zoti, edhe as edhe njëri tjetër. Sepse kjo është domethënë diçka që të rrit shumë shpirtërisht. Edhe ti jep atë urtësinë e dur, që ti të zgjedhësh gjëra, të zgjedhësh edhe të zgjidhësh gjërat e duhura në familje, por jo vetëm thjesht në familje, por edhe në punën tënde, edhe në përditshmërinë tënde. Dhe është shumë e rëndësishme që të kujdesesh për veten tënde, për zemrën tënde, për mendjen tënde. Po, është e vërtetë. Po, Angela. Për mua është një Edhe besoj që ti mund ta sjellësh dhe në një tjetër këndvështrim, duke qenë se je një grua. Patjetër që për ne gratë është edhe e rëndësishme kujdesi fizik. Sidomos pas lindjes së një fëmije, gjithçka ndryshon, emocionet ndryshojnë, rutina ndryshon, pra gjithçka është shumë ndryshe për një nënë të re. Dhe normale që ti ke nevojë të marrësh edhe kohë për të kujdesur pak për gjendjen tënde fizike, për të ndjerë pak më mirë edhe shpirtërisht gjithashtu. Por për mua personalisht gjendja shpirtërore është ajo më e rëndësishmja. Sepse normale që një marrëdhënie nuk mund të mbahet gjallë thjesht nga dashuria emocionale apo për kushtimi praktik, por një marrëdhënie mbahet gjallë edhe nga gjendja e brendshme e secilit partner, mendoj. Pra, për mua është shumë e rëndësishme që ne të marrim një kohë, siç e tha dhe Fationi, një kohë me Zotin, ku ti lejon Zotin të punojë me zemrën tënde, të mbush ty, të vendos paqe, të vendos dashurinë për ato frytet e ti, në mënyrë që edhe ti të kesh se çfarë të japësh në këtë marrëdhënie, sepse për shembull nëse unë nuk arrit të kultivoj paqen brenda vetes, si mund t'i përcjell unë paqe apo dashurinë partnerit tim. Pra është shumë e rëndësishme kjo gjë, edhe për mua, si ta thuash, martesa nuk është vendi ku ne mbushemi, por është vendi ku ne japim diçka në martesën tonë. Dhe mendoj që kjo është, si ta thuash, kujdesi për shpirtin është një nga format më të bukura që ne mund të japim martesës tonë. Dhe duke qenë se po mbrim në minutat e fundit të bisedës sonë në studio, cili do të ishte një mesazh i fundit, ndoshta një këshill që keni për gjithë ata që janë duke na ndjekur, por kryesisht duke ju referuar edhe të rinjve apo atyre personave që ende nuk e kanë marrë këtë vendim në jetën e tyre? Një këshill, mos rini beqar. Po, unë në fakt kam dy këshilla. Këshilla më e rëndësishme e të gjithave është që vendosni Zotin të pari në jetën tuaj, sepse vetëm ai mund të udhëhesh në një lidhje të shëndetshme, edhe mund të ndihmojë që ti të marrësh vendime të mençura në jetën tënde. Dhe këshilla e dytë është asnjëherë mos të shihni beqarinë si një kohë boshe, por si një kohë ku ju rriteni në karakterin tuaj, rriteni në pjekurinë tuaj, shëroheni ndoshta nga ato gjërat e së kaluarës. Pra është
koha e beqarisë është një stin shumë e vlefshme, mendoj, për të formuar karakterin dhe për të thelluar marrëdhënien me Zotin, dhe për të kuptuar qartë se kush jeni dhe çfarë vlera do të sillni ju në martesën tuaj të ardhshme. Shumë e rëndësishme Po. kjo dhe Për të e ndërtuar shumë bukur, karakterin. vërtet. Po. sepse në fund të fundit ne do të hyjmë në një marrëdhënie të re, do të ndërtojmë një familje që duhet i kemi të zgjidhura gjërat me veten, ëh? Po, është e vërtetë. Të kemi arritur në një fazë që ndoshta nuk i kemi sheshuar gjithë ato gunga që mund të kemi kaluar, por që të dim se ku jemi, të jemi të ndërgjegjshëm për atë që ne vërtet duam, sepse të gjithë e dim, është ndër vite vazhdon të thuhet është një hap shumë i rëndësishëm. Edhe është një vendim shumë i rëndësishëm në jetën tonë. Po, është martesa. beqaria është një kohë përgatitje, të paktën unë kështu e shikoj, sepse nëse ti, si ta thuash, e shpërdoron atë kohë beqarie, atëherë në momentin që ti do të martohesh, do të hasësh shumë pengesa, shumë vështirësi për të përshtatur ndoshta me partnerin, as të partnerin, do të kesh shumë, si ta thuash, konflikte. Por kur ti e shikon këtë kohë si një kohë vërtet përgatitje ku ti mund të thellohesh me Zotin dhe të ecësh pikërisht sipas asaj çfarë Zoti ty të thotë, normale që askush mendojnë nuk do të zgënjehet në fund. Është një ndërtim karakteri kjo. Po. Shkak se në qoftë se ti ke një karakter të ndërtuar tek Perëndia, atëherë çdo gjë do të shkojë mirë në marrëdhënien tënde me bashkëshorten. Sepse kjo do të reflektohet. Po. Dhe një këshill që kam, un kam një në fakt, se ajo tjetra ishte shaka, mos e shih. Po jo. Qëndron ajo. Në një këshill që kam unë është edhe pse ju nuk e njihni partnerin ose partnerin tuaj, lutuni për partnerin tuaj. Dhe Zoti do ta japë në kohën e dur edhe në momentin e dur partnerin ose partneren tënde, por vetëm thjesht lutu, bekoje atë partner ose atë partnere dhe lutu që atë partner që ti do të zgjedhësh në të ardhmen të ketë në zemër Zotin. Edhe të fokusi dhe dashuria e partnerit ose partneres të jetë tek Zoti. Sepse unë personalisht jam lutur për këtë gjë. Edhe kur kam takuar Angelën, prioriteti i saj ishte Zoti, edhe as edhe një gjë tjetër. Unë nuk dua, domethënë edhe sot tek kësaj dite që unë personalisht ose djali ynë, edhe pse ne jemi të rëndësishëm për Angelën, unë personalisht dua që prioriteti i Angelës në zemrën e saj, i pari duhet që të jetë Perëndia, por edhe ana sjelltas. Prandaj, këshilla ime është lutuni për bashkëshorten ose bashkëshortin tuaj, edhe pse ju nuk e njihni akoma. Ka qenë një intervistë vërtet shumë e veçantë. Ju falenderoj për gjithçka që keni ndarë, gjithçka me zemër, duke ndarë edhe ato momente tuaja ndoshta pak më personale, por duke përcjellë njëkohësisht dhe këshilla shumë të vlefshme për të gjithë sot, jo vetëm për të rinjt, por për gjithë ata që janë në një martesë, edhe ndoshta janë duke kaluar edhe sfida në këtë marrëdhënie. Ishte kënaqësi. Kënaqësi dhe për ne, Angela. Faleminderit sa herë që jemi këtu ne shijojmë jashtëzakonisht. Dhe shpresoj që gjithçka që ne kemi ndarë sot të jetë, siç e the ti, e vlefshme për të gjithë ata që qoftë që janë në çift apo qoftë edhe beqar. Shumë faleminderit. Faleminderit Angela dhe Fation. Ju uroj një ditë mbarë në vazhdim, kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme dhe sidomos në këtë javë të veçantë, sikurse është java e martesës. Shkëputemi për të ndjekur miq një tjetër hapësirë muzikore. Vjen kënga Shërbëtori Mbret, kënduar nga Kisha Ungjëllori Libonik Maliq. Rikthehemi së bashku vetëm pas pak në studio.